Qindra besimtarë musliman të Shkodrës morën pjesë në faljen e namazit të Kurban Bajramit në sheshin pranë xhamisë Ebu Bekër. Falja u udhëhoq nga Imam Muhamet Sytari, i cili në mesazhin e tij bëri thirrje për ruajtjen e vlerave fetare dhe kombëtare, për mosbraktisjen e vendit dhe respektimin e të drejtës së pronës. Sot, patjetër që duhet të përshëndes me zemër të madhe, e të thyer, e me shumë dëmshuri, sa prej vëllezërve dhe motrave tanë që nuk ndodhen në këtë vend. E ndoshta në këto momente na ndjekin nëpërmjet kamerave të televizioneve që filmojnë, e të rrjeteve sociale, janë anë mban botës për sevall. Ky vend që Zoti i Gjithësisë e ka bekuar me mirësitë e tij të panumërta. Këtë vend që e ka zili kushdo në faqen e dheut. Pse do largohen njerëzit nga kjo tokë e bekuar e Zotit? Çfarë ka ndodhur me këtë shoqëni dhe çfarë politika është të gabuara? Po praktikohen mbi këtë vend si të ishin agjenda të djallëzuara. Po shohim dita ditës një tendencë të çuditshme për të hequr kufit e pronave legjitime të pronarëve legjitim, si për të thënë për të shkrirë gjithçka dhe mos me e ditë askush se çfarë është e tia, sa është e tia. Kurban Bajrami është një nga festat më të rëndësishme islame dhe simbolizon sakrificën, solidaritetin dhe ndihmën ndaj njerëzve në nevojë.